U rikthyem përsëri në studio, neve do ta nisim këtë pjesë të parë të emisionit me një mjekje estetike, realisht një herë zgjedhë dentiste, Jona Muharremi sot me neve. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia ime të jem këtu sonte me ju. Jona, dua ta nis me atë se si do ta përshkruaje ti si pjesë e kësaj industrie, industrinë estetike sot, dhe si ka ndryshuar perceptimi i njerëzve ndaj ndërhyrjeve estetike, sidomos gjatë kohës së fundit që i kemi parë të jenë më të shpeshta. Po, industria estetike tashmë zhvilluar goxha shumë, nëse bëjmë një krahasim me vitet e mëparshme, ku disa trajtime estetike kanë qenë tabu, tash disi janë më të kapshme prej njerëzve anë mban botës, po ashtu edhe tek ne. Çfarë të ka frymëzuar ty realisht të hyje kësaj fushë? Për shkak se është shpesh shumica e dentistëve i hyjnë fushës ndërhyrjeve estetike, ndoshta është më e parafort me juve, po çka të frymëzoi dhe si e sheh rolin tënd dhe ndikimin tënd në shoqëri sot? Po, më frymëzoi shumë ajo të ndihmoj pacientëve ose klientëve të ndjehen sa më mirë me veten e tyre, pasi që e dim se pamja jashtme ka të bëjë shumë me atë vetbesimin që i kemi ne, sigurin, po ashtu edhe më të hapur të jemi ndaj të tjerëve, do me thënë nuk është vetëm që përmison strukturat e fytyrës apo ndonjë asimetri që mund ta kemi në fytyrë, po ashtu ndikon edhe pozitivisht edhe në mirëqenien e njerëzve. Dua ta di për shkak se është një fenomen që ndahet në dy pjesë, realisht një pjesë e shoqërisë e shohin, ndoshta si mënyrën si e shihni edhe ju, një aspekt pozitiv ndërhyrjet estetike, për shkak se i ndihmojnë njerëzve ndoshta të kenë më shumë vetbesim, mirë po një pjesë tjetër din ta shndrojnë atë edhe në obsesion dhe bëhet shpesh e pashëndetshme. Si mendon që kanë ndikuar rrjetet sociale, sidomos se aty i shohim më shumë këto imazhet perfekte, në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë sot të bukurën? Po, do me thënë rrjetet sociale kanë ndikuar goxha shumë sa i përket bukurisë. Nga njëra anë kanë më shumë informat njerëzit se çfarë duan të bëjnë, çfarë janë konkretisht, në këtë rast mund të cekin filleri apo botoksi, por nga ana tjetër disi kanë krijuar edhe një presion mbi të bukurën, do me thënë atë pamjen perfekte, që ndoshta ndonjëherë edhe nuk mund të ekzistojë. Por mendoj që rrjetet sociale duhet të përdoren me ndërgjegjshmëri, do me thënë çelësi kryesor është ndërgjegjshmëria e përdorimit të rrjeteve sociale, që ti përdori rrjetet sociale për frymëzim dhe jo për krahasime. Edhe shpeshherë din të jetë një pjesë shumë e pashëndetshme për psiqikën tonë. A kanë ngritur këto rrjete sociale një standard të parritshëm për bukurinë sot, për shkak se neve i shohim shpesh këto imazhe shumë të bukura dhe që ndoshta realisht nuk ekzistojnë, dhe si e sheh ti kur vijnë njerëzit të kërkojnë diçka prej teje, si e sheh sa ndikohen prej këtyre rrjeteve? Po, rrjetet sociale kanë ndikuar goxha shumë, pasi që bëjnë krahasime me personazhe të njohur ose me filtra të cilat janë të ndryshme në për rrjetet sociale, edhe kërkojnë të ndryshojnë në atë mënyrë çfarë shohin, por unë jam tek naturaliteti, do me thënë mirë është që t'i mbajnë ato karakteristikat individuale të fytyrës. Cilat janë disa prej trendeve më të mëdha estetike që i ke parë sidomos gjatë periudhave të fundit këtu tek vendi jonë? Po, në kohët e fundit më shumë përdoren ato sa i përkasin naturalitetit, buzë me pak volum, një konturim i butë i mollzave, fytyrës, simetrisë, do me thënë më shumë tek natyralja. Më shumë tek natyralja, mirë po një periudhë ishte ajo tendenca për diçka më të egzageruar. Po, në fillimet e mia, kur kam filluar punën time, më shumë kërkonin që të vinë në sy më artificiale, kurse tash krejt çka vinë edhe unë çka e pëlqej është natyralja. Do me thënë të mos vëren shumë, të ketë ndryshime, po të jenë ato minimale, të mos të humbin individualitetin apo atë karakteristikën që i bën të dallueshëm. Sa shihni ndryshime mes brezave, dua të di, a janë të rinjt më të hapur sot ndaj ndërhyrjeve estetike se sa gjeneratat e kaluara? Ndryshim po, ka shumë normale, do me thënë gjeneratat e reja janë më të guximshme për të eksperimentuar, kanë më shumë informacion, krahasim me gjeneratat e mëdha, të cilët jo që nuk bëjnë, kemi edhe shumë paciente të cilat i përkasin gjeneratave të mëdha, por janë disi më të rezervuara, duan ndryshime shumë minimale, që të mos dallohen shumë. A keni klientë të gjinisë mashkullore që vinë tek ju? Se shpesh është një temë tabu kjo pjesa e ndryshimeve estetike tek gjinia mashkullore. Po, numri goxha është rritur i gjinisë mashkullore që ka vinë dhe i kemi klient të përhershëm, sidomos, edhe pse nuk është një numër shumë i madh, mirë po kryesisht ne punojmë më shumë me vajza, pasi që meshkujt disi janë edhe më të rezervuar prej mentalitetit ndoshta që jemi
flas për këtu tek ne, se ndoshta në vendet e jashtme nuk është edhe aq tabu kjo. Dua të di ku është kufiri, sepse shpesh herë njerëzit nuk dinë ta bëjnë dallimin mirë midis asaj që është një përmirësim estetik edhe teprimit. Ku është kufiri mes këtyre të dyave që të janë njerëzit më të informuar edhe mos të shkojnë drejt obsesionit? Unë prap do qëndroj, kufiri qëndron tek naturaliteti, do me thënë tek ajo se duhet i mbajnë ato karakteristikat që i bëjnë të dallueshme, do me thënë çdo fytyrë fizionomin e personit. Nëse kaloj taj kufi, mendoj që vërse ka dalë në artificiale, do me thënë diçka që nuk i përket individit. Dua të di prej përvojës tënde pak më gjerë të na tregosh, si e ke parë ndikimin e pjesës estetike tek njerëzit, në vetbesimin e tyre, edhe një aspekt pozitiv dua të di edhe një negativ. Atëherë po, ndikon shumë kjo. Për arsye se unë nuk jam kundër as ndërhyrjeve estetike, qoftë atyre as operacioneve plastike. Mendoj unë sa flas edhe për veten, diçka kur nuk të bën të lumtur ose ke një kompleks, mirë është ta përderisa ekzistojnë mundësi të ndryshme, mund t'i rregullojmë ato. Ekziston normal që rritet vetbesimi, je më e kapshme prej rrethit, gjithmonë kur i aplikoj shembull fillerin ose botoksin qoftë tek pacientët, gjithmonë, kjo është fytyra ime, ka ndryshuar shumë, më pëlqen. Kurse kështu raste disa të cilët e kanë herën e parë, ndoshta ato në moment të aplikimit, gjithmonë pak ka edema, mund të ketë skuqe, do i kem kështu, nuk më pëlqejnë, po mbas 2-3 ditëve drejt paraqiten, jo, më pëlqejnë shumë, më varet tash. Është më e dyzuar. A ka një sindrom pas ndërhyrjes ku njerëzit duan më shumë edhe më shumë ndryshime, për shkak se din të jetë kjo edhe një pjesë jo realiste dhe që të ndikon realisht psiqikisht nuk e sheh dallimin që po të bëjnë këto ndërhyrje estetike, mendon që në fillim është diçka e vogël, po pastaj shkon edhe bëhet më e madhe. Mendoj se duhet të jenë sa më të ndërgjegjshëm. Pas aplikimit të parë gjithmonë ekziston ajo kërkesa që të bëjmë më shumë më shumë. Por ne si profesionist duhet që t'i edukojmë pacientët të shkojnë në suazat të normale, të mos abuzojnë, të mos e teprojnë me përdorimin e fillerave, acidit hialuronik ose me përdorimin e botoksit. Cilat janë disa prej trendeve që mendoni që do të jenë më të dukshme gjatë viteve të ardhshme? Mendoj se edhe në të ardhmen, mendoj që krejt do të jenë të bazuara tek naturaliteti, do me thënë të ajo skin quality, që të ketë një lëkurë më të shëndritshme, një konturim i butë, ndryshimet të cilat nuk do të jenë aq drastike, do me thënë sa i përkasin naturaliteti do vazhdoj të ngelet ky trend. Këtu desha dalë, për shkak se unë mendoj që është shumë e rëndësishme që njerëzit të tentojnë më shumë, edhe nëse dëshirojnë të kenë përmirësime estetike, të tentojnë pak më shumë drejt natyrales, edhe jo asaj që shndrohet në jo realiste dhe të pashëndetshme. Domethënë mendon se në periudhat në vazhdim do të vazhdoj një tendencë drejt natyrales më shumë se sa artificialis dhe shpresoj shumë shtete tjetër. A ka pasur ndonjë kërkesë prej klientëve që ke refuzuar ta aplikosh, ta realizosh? Po, shpesh herë refuzoj, se ndonjëherë klientët edhe nuk dinë çfarë kërkojnë, shohin ato rrjetet sociale apo filtrat të cilat mund t'i kemi nëpër to, edhe kërkojnë diçka që nuk i përket naturalitetit, edhe më mirë ta refuzoj një kërkesë të tillë se sa të bëj pacientin të ndihet jo rahat në të ardhmen. Sa rëndësi ka konsultimi para se dikush të vendos mbi këto ndërhyrje estetike? Do me thënë konsultimi është primare për mua. Sa herë që do të vi pacienti, unë pikë e parë konsultojmë shumë mirë. Dua të di pacienti a është informuar për atë çfarë e bën, çfarë pasoja mund të ketë, si duhet ta mirëmbaj, se nuk është vetëm do e bëj fillerin apo botoksin, po duhet i di edhe benefitet e tij apo çfarë rreziqe që mund të sjellë. Pikërisht u dishta të dalë. Cilat janë disa prej rreziqeve që njerëzit nuk i mendojnë para se të vinë dhe të aplikojnë procedurat të tilla? Çka mund të vjen si pasojë ndërhyrjeve estetike? Atëherë, këto ndërhyrjet është shumë e rëndësishme të bëhen prej personave adekuat, do me thënë mjek të licencuar. Tashmë është bërë një trend, personat të cilët nuk janë të degës së mjekësisë, shkojnë në trajnime një ditore, edhe e marrin fillerin e aplikojnë, por se çfarë dëme mund të shkaktojnë, nuk i marrin parasysh ato, qoftë ndonjë deformitet, asimetri, apo ndonjë okluzion,
ka gabime të shumta që mund të bëhen, por kryesisht duhet pacientët të dinë të drejtohen vetëm tek personat e licencuar, do me thënë që t'i bëjnë këto aplikime, që t'i anashkalojmë këto rreziqe që mund të vi si pasojë e aplikimit jo të rregullt të produkteve estetike. Dua të pyes për një këshill për të gjithë ata që na ndjekin, që duan ndoshta të bëjnë një ndryshim estetik për herë të parë dhe nuk dinë se ku t'ja nisin, ku të shkojmë, çka duhet të kemë parasysh. Atëherë, si fillim, kur fillojnë klientët duhet të jenë shumë mirë të informuar se atë çfarë duan ta bëjnë. Njëherë si pikë e parë, ta di se çfarë duan të bëjnë, ta ndjekin sa më shumë naturalitetin, të mos abuzojnë, të mos vendosin më shumë se sa siç duhet, qoftë acid hyaluronik apo botox, sepse mund të shkaktojë, domethënë botoksi i tepërt, nëse aplikohet vazhdimisht, ndoshta nuk do të ketë më efektin mbas një 20 viteve, pasi që muskuli nuk do ta arrijë që ta përfshijë atë substancë. Për atë arsye mendoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm, të vëmendshëm dhe ta di se çfarë duan të bëjnë, çfarë si ndryshimi, të kenë informata dhe të zgjedhin personat adekuat. Jona, për fund dua të di çka do të na ndash diçka nga e gjithë përvoja jote në këtë industri që mendon që ja vlen të përmendet. Atëherë, përvoja ime, shiko, kjo është diçka që e bëj me shumë pasion, domethënë. E kam trashëguar prej nënës time, ajo ka filluar shumë më herët të punoj me kur ne ndoshta nuk e kemi ditur ose vendi jonë është shumë i vogël, nuk e kemi ditur se çfarë mund të jenë acidi hyaluronik apo botoksi. E punoj me shumë pasion këtë, edhe vazhdimisht ndjek trajnime të ndryshme, sa i përket kësaj, jo vetëm Maqedoni, po edhe në shumë vende tjera të botës. Mendoj që ju ndihmoj shumë vajzave të reja, po edhe moshave të mëdha për të ndjerë më të kënaqshme me veten e tyre. Jona, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Shumë faleminderit. Faleminderit për jush. Faleminderit për kohën.